Nderuar vëllezër besimtar, sot do të ndalim me njërin ndër preokupimet më të mëdha që e kishin profetët e Allahut subhanahu wa taala, një preokupim për cilin ata jetuan edhe me të cilin ata vdiqën, dhe të cilin preokupim ata kishin jo vetëm për veten e tyre, por edhe për familjet e tyre dhe për ummetin e tyre gjithsesi. Andaj cili është ai të dashur vëllezër besimtar, për me pas se si këta burra të mëdhej e kishin këtë gali dhe këtë preokupim, por edhe me pas se ku jemi ne për këtyre burrave që Allahu Azza wa Jalla na ka porosit me i pasu dhe ërnek me i pas në jetën tonë. Thot Allahu Azza wa Jalla tregon një dua të Ibrahimit alayhi salatu wa salam, i cili po lut Allahun subhanahu wa taala për kundër pozitës së lartë që e kishte, për kundër krenarisë Allahu Azza wa Jalla ja kishte dhënë Ebul Anbiya, baba i profetëve, njëri ndër 5 profetët e përzgjedhur, madje profeti më i mirë pas Muhamedit alayhi salatu wa salam, i dashuri i Allahut Khalilur Rahman. Doja, lutja ti, preokupimi ti ishte Allahu Rabbana Rabbi ij'alni muqime salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. O Zoti im, më bën mua të falni namazin dhe pasardhësit e mi, mua dhe pasardhësit e mi mundsana më e falni namazin. Rabbana wa taqabbal du'a. O Zoti ynë, pranoje këtë lutje. Ibrahim alayhi salatu wassalam për lutë Allahun Azza wa Jall madje në momentet e fundit, o Zot, mundsa ma mu me e fal namazin dhe pasardhësve të mi, fëmijëve të mi, familjes time, bashkërisht jemi prej atyre që bim Allahu subhanahu wa taala. Pranoje ya Rabbel Alamin. Madje njëri prej synimeve që Ibrahimi alayhi salatu wassalam e vendosi bashortën e tij me djalin e tij Ismailin, cilin Allahu Azza wa Jalla ja kishte dhuru pas disa viteve duke e prit dhe duke e kërku. I erdhi inspirimi që Haxherën, bashortën e tij, me Ismailin me e vendosën në Mekë, e që në atë kohë ishte një shkretire tërë dhe nuk ishte as gjallës, as bim, as njerëz, as shpend. Por Allah Azza wa Jall doshti diçka tjetër, e që Ibrahimi alayhi salatu wassalam nuk po e din, por urin e Allahut Azza wa Jall në vend peçon. Dhe po i thot: Rabbana, o Zoti im, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in Rabbana 'inda baytika al-muharram Rabbana wa liyuqimu as-salah. O Zoti im, unë vendosa familjen time në një shkretir, në një vend që nuk kishte bim ato, as nuk kishte shenja për jetë dhe për gjallësa. Afër shtëpisë tonë dhe të shejt. Pastaj ato do ndërtohet qabja, por në atë kohë nuk kishte qabe, madje nuk kishte as gjallësa. E Allahu i tha Ibrahimit, vendose Ismailin me bashortën, po me nonën e tij, me bashortën e Ibrahimit, vendose pikërisht në atë vend. O Zot, unë vendosa familjen time në një vend që nuk kishte shenja të gjallësë për jetë, afër shtëpisë tonë dhe të shejt. Rabbana liyuqimu as-salah. O Zoti ynë, namazin le ta falin. O Zoti ynë, mundsoja namazin me fal. Një vend që nështë ashtu as për me hangër s'kish, as me pi nuk ish, as ushqim nuk ishte, as shenja të jetës nuk ishte. Krejt to Ibrahimi alayhi salatu wasalam nuk ja përmeni, edhe pse janë shumë të rëndësishme për jetën e njeriut, por ja përmeni një kërkesë shumë të madhe, cila nuk ka jetë njeriu pa cilin as këtë botë, por nuk ka shpëtim as në botën tjetër. Tha: Rabbana liyuqimu as-salah. O Allah, mësoja namazin me fal. Mësoja namazin me fal. O biri im, o vajza ime, o reja ime, o nipi im,
kudo që shkon namazin mos e lë. Namazin fale. Andaj kur Allah subhanahu wa ta'ala e lavdroi Ismailin pikrisht të djalë që pastaj bëhet profet, djalin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, e lavdroi pikrisht sepse i rinte gati namazit. Wadhkur fil kitab Ismail, përkujtoje ti në libër, përkujtoje ti Ismailin. Innehu kana sadiqal wa'di, ai ishte i sinqert, ai e mbante premtimin, ai ishte i fjalës. Po të dashur vëllezër besimtar, kjo është cilësi e lartë e besimtarit. Besimtari është i fjalës, besimtari nuk mashtron, besimtari nuk gënjen, besimtari dollover nuk bën, sepse i bie ndesh me besimin e tij, me shahadetin e tij, me dëshminë e tij. S'mundet edhe besimtari dhe gënjeshtrar, nuk mundet. Andaj kur profeti alayhi salatu wasalam pyetën disa shokë të tij, ja Rasulullah, a ka mundësi besimtari me bë filon gjinohin? Ndalej pak, ka mundësi, sepse është njeri. A ka mundësi besimtari me bë filon gjinohin? Ka mundësi, sepse është njeri. Ja Rasulullah, ka mundësi besimtari me gënjy? Tha kurse si s'ka mundësi. Pa nuk bën me gënjy besimtarin nga se bie ndesh me besimin e tij. E Allahu pa lavdron Ismailin, po thot ka qenë sadiq al-wa'd, e ka majtë premtimin, wa kana rasulan wa nabiyya, dhe ishte rasul edhe profet. Dhe në fund Allah azza wa jall po tregon edhe një cilësi që e ka pas Ismaili alayhi salatu wasalam, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati, dhe ai e urdhëronte familjen e tij me namaz dhe me zeqat. Madje Isa alayhi salatu wasalam, një tjetër profet prej profetëve të përzgjedhur min ulul azmi, dashur vëllezër besimtar, po e falenderon Allahu subhanahu wa ta'ala dhe po tregon se Allahu azza wa jall e ka begatu, thot wa ja'alni mubarakan aynama kuntu ma dumtu hayya, Allahu dhe më ka bë mua të bereqetshëm të begat kudo që kam qenë. Wa awsani wa ja'alni mubarakan aynama kuntu, më ka bë të bereqetshëm dhe të dobishëm kudo që kam qenë. Andaj Isa alayhi salatu wasalam ka pas disa karakteristika me cilat, ose disa mrekulli që i ka bë dobi popullit të tij, dhe thot wa awsani, dhe më ka porosit bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dhe më ka porosit namazin me fal dhe zakatin me dhon sa të kam jetë. Ma dumtu hayya, o robim, o profeti im, o Isa, po kështu më ka thonë Allahu, sa ti gjallë namazin mos me lën, po ashtu edhe zakatin. Po të dashur vëllezër besimtar, madje të dërguarin e tij të fundit, të dashurin e tij, të dashin ton Muhammedin alayhi salatu wasalam, e urdhëroi wa aqimis salata liduluki shamsi wa ghasaqil layli, dhe falë namazin prej mëngjesit deri në mbrëmje. Po të dashur vëllezër besimtar, madje e urdhëroi profetin që me urdhëru familjen e tij me fal namazin. Dhe i tha Allahu subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, dhe familjen tënde urdhëroje me fal namazin, wastabir 'alayha, dhe duro bon sabër. Pra, po donë Allah azza me tregu se nëse i thu sot, ata ndoshta nuk kanë me fal, po duhet me pas sabër që me përsërit kërkesën dhe me përsërit insistimin, dhe mos me hek në dorë nga falja namazit, dhe mos me hek dorë sa ti gjallë, nëse antarët e familjes nuk të falen, me insistu çdo herë, mos mu lodh asnjëherë, wastabir 'alayha, bën sabër, ndoshta s'kan më fal, ndoshta s'kan më pranu fillimisht, ndoshta kam i ardhur vështirë, por ti bën sabër dhe mundohu her pas here, mënyrë pas mënyre, në forma të ndryshme, me metoda të ndryshme, derisa ata ta falin namazin. Madje profeti alayhi salatu wasalam, të dashur vëllezër besimtar, fjalët e fundit në shtratin e vdekjes,
porosia e fundit të cilën i ala familjes e tij, shokëve të tij dhe ummetit të tij, pra dhe neve deri në kiamet, është as-salat. Tregon Enes radhiyallahu ta'ala anhu, thot në shtratin e vdekjes profeti alayhi salatu wassalam ishte duke vdek e po mundohet me thot diçka, e s'po mundet me e shpreh, sepse shpirti ka ardhur afër, s'po mundet me i qit fjalët e gjuha ju ka trash, po i thotot në vështërsi këto fjalë, as-salat, namazin, dhe pastaj dha shpirt pejgamberi Allahu subhanahu alayhi salatu wassalam. Po të dashur vëllezër besimtar, namazi, le të jetë porosia jo në para dhe e fundit, dhe asnjëherë mos më ndal nga ka porosia e madhe, jo vetëm për vetin e praktiku, por edhe familjen me udhëzu dhe me insistu të gjithë me fal namaz, nga se nëse falemi namaz kemi me pas punë të mirë në këtë botë, po kemi me pas punë të mirë edhe në botë tjetër me lenë Allahu subhanahu wa taala. Është një rast dashur vëllezër besimtar, tregon një besimtar thot prindi jon, baba jo thot na ka këshillu vazhdimisht me namaz, madje thot ai na këshillonte ose na ka këshillu me fal namazin edhe pas vdekjes, që është ka mundësi hoxhefeni, po kjo vajzë nderuar, po kjo besimtare tregon rastin, thot, pasi ka vdek baba, e cili na ka porosit shumë me fal namazin, thot, ja kemi gjetë vasijetin, testamentin, porosit të shkruara në letër, duke thënë o fëmijët e mi. O fëmijët e mi, thot, kam kalu vitet tona që ju me fal namazin. Je mundu shumë, kam ba doa shumë, që Allahu mua mundësu me fal namazin. Ja e bënei, po vazhdan lirë dhe o fëmijët e mi, inni uhibbukum, thotë unë ju du juve, fe aqimu salah, andaj thot faleni namazin, o fëmijët e mi, thotë mos më harroni në lutje tua që i bëni në sejdët e namazit. Po të dashur vëllezër besimtar, ky është prind i mëshëm, dhe ky është prind që shiko hije besimtarit që më kujdes për namazin e fëmijëve të tij, e familjes së tij, përse gjalli madje edhe përse vdekuri. Allahu na mundsof me fal namazin neve, fëmijëve tanë, pasardhësve tanë, ja Rabbel Alamin, dhe në bashkof me prind tanë e me të afërmit tanë në xhenetet e tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.